Club FM deri në orën 21 në radio nga ana të premte në program. Në hapje të programit të mbrëmje unë ju fola pak për një të ftuar që do të kem këtu dhe kam në studio dhe vjen nga një festival shumë i këndshëm edhe shumë i lezetshëm që quhet Kick Beat Fest. Erion Nuri është me mua në studio, një nga organizatorët e festivalit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Jemi shumë të lumtur si organizator për këtë festival, koncert që do bëjmë dhe edhe një herë faleminderit se Club FM për neve ka qenë historikisht pikë reference për kordat muzikore, kështu edhe për të divulguar pak të mesazhin që kemi dhe dëshirën e mirë. Faleminderit shumë Erion, faleminderit shumë që je këtu. Është gjithmonë kënaqësi të mbështesim iniciativa të vlefshme, të bukura, edhe të cilat në fakt për hir të së vërtetës ka një lloj entuziazmi brenda që ndihet. Tani më thuaj pak për dikë që po na dëgjon tani, që nuk ka mundur, në çike vështirë në këtë kohë të teknologjisë, të Instagramit, të Facebookut etj, po e marrim të mirëqen, që s'ka dëgjuar kurrë për Kick Beat. Super. Neve po nis me faktin që jemi 4 miq, 4 të rinj, 4 artdashës në përgjithësi, edhe na pëlqen dhe politika sociale në mënyrë absolute dhe kemi dhe pasionin goxha të determinuar për sa i përket muzikës dhe të bëri diçka në përgjithësi, të lëvizurit, të qenë gjithmonë në motion, por gjithmonë me pozitivitetin dhe me energjinë e duhur. Neve falë edhe mbështetjes së Ministrisë Kulturës kemi dashur gjithmonë të bashkonim çik muzikën me sportin dhe Kick Beat Fest është një fest i cili bashkon fëmijët, sportin, pra që janë sporti, që janë klubi dhe edhe muzikën që do jetë pjesa e dytë. Kush e dëgjon Kick Beatin apo sheh vende postime në Instagram, mendojnë që ka të bëjë vetëm me muzikë, edhe vetëm me muzikë elektronike. Le të themi që ky është impakti i parë ose kështu të krijohet një ide fillestare. Se si lidhet futbolli edhe sporti me Kick Beatin, do ma thuash ti tani se mua më duket shumë interesante. Super. Neve kemi menduar që tek një nga sheshat më të bukura për ne në Tiranë, sheshi Austria, të bashkojmë çik dëshirën e sportit me ritmin e muzikës. Ja pse paradite në orën 12, neve nesër do kemi disa grupe fëmijësh, jemi të hapur dhe për fëmijë të tjerë nga kudo, nga qyteti edhe nga qytetet e tjera, ku do organizojmë një trekëndësh, po themi totalisht për fëmijët me në qendër muzikën, ku do ketë një DJ i cili do në ritmet e muzikës do shërbej për këto zonat. Zona e parë do jetë open talk, një panel diskutimi, e cila dëshira më e madhe e jonë është ndërgjegjësimi i të gjithëve për më shumë pjesëmarrjen e vajzave në sporte, duke kuptuar edhe çik territorin dhe të lutem ndalojmë çik këtu se kjo është shumë e bukur. Vajzat kanë jo vetëm pasionin, jo vetëm për ta ndjekur futbollin edhe sportet e tjera përgjithsisht, po a ndjen ti për shembull që ka një lloj paragjykimi ose një lloj stepje për të besuar tek talenti gocave në sporte? Ndoshta forca fizike që lidhet pak më shumë me djemt, nuk e di. Edhe kjo mbështetja më pëlqen shumë, duket shumë gjë e bukur. Për mua territori, në shumë raste për fatin e mirë, por në këtë rast ka një stepje për sa i përket asaj që sqasjes së vajzave në botën e sportit. Nga vjen, si e mendon? Pse ndodh? Vjen nga shumë ngërse që janë historike, absolutisht, edhe domethënë se edhe për sa i përket aspekteve të tjera, japse edhe ne jemi këtu që të krijojmë një festë për fëmijët, një festë për vajzat, një festë për djemt, pra një festë për ata edhe për ata që s'festojnë dot. Pra është edhe një situatë ekonomike në mes, dihet, por që mbase ndonjëherë nuk kanë mundësinë të jenë sporti, domethënë të bëjnë sport apo se ky territor kështu është goxha temi gjatë, por ajo që neve na shtyn më shumë se sa të analizojmë më tepër se ç'duhet nga një problemi, është të krijojmë festën, të krijojmë mundësinë, të krijojmë dëshirën, të krijojmë edhe ndërgjegjen. Sepse përsa asaj që të the përpara, absolutisht për mua ka një ngërç, por nuk është më shumë fizik, ose sepse ky ngërç detyrimisht është edhe një çik i ndarë në disa gjëra. Për shembull, dihet ekziston një kampionat për vajza, ekziston një kampionat për djemt. Pjesëmarrja është ajo që neve na intereson dhe festa mbrapa. Ajo është
super domethënëse për neve. Kjo është tema për ne është një nga temat kryesore dhe prandaj e bëjmë me kaq pasion. Por nuk harrojmë edhe sportin si stil jetese i shëndetshëm. Të marrësh pjesë, të jesh aktiv, jo se s'bën dhe pse jo absolutisht me ëndrrën që ti mund bëhesh një sportist profesionist, por mbi gjithë ata kish sportin si stil jete. Po shumë e bukur edhe kjo. muzikën se do kërcesh në shesh me neve, besoj. Po një lloj sporti që harxhon energji edhe djeg kalori, ku diun, edhe me kërcime dhe me muzikë. Është ka shumë sporte që janë tillë me kërcime. Për ta sjell sportin më afër vetes si një stil jetese, shikon pëlqen shumë kjo qasje. Më duket shumë pozitive edhe shumë domethënëse, sepse është shumë e rëndësishme të duam veten pak më shumë çdo ditë, edhe të kuptojmë që sporti në të gjithë dimensionin e vet, ndoshta jo vetëm për pasione për profesion, po edhe për stil jetese është shumë i rëndësishëm. Është për neve shumë nga ne kanë jetuar. Është lloj ndërgjegjësimi që bëhet përmes festivalit në këtë rast. Edhe duhet sepse më fal këtu doja të shtoja diçka, ka një rritje drejt qasjes së teknologjisë përsa i përket dhe ne kemi përfshirë. Kjo është pika e dytë e trekëndshit në këtë rast të si është kjo qasja përmes që është e-sports dhe neve e kemi edhe pjesën e e-sportit, do ketë një mini championship Kastile. Për një mini kampionat vogël do jetë në shesh një mini kampionat që vetë pjesëmarrësit mbas panelit përveç se po themi që do ketë një dualizëm, një valvitje mes zonës së skills ku do ketë training session ku objektivi misioni në thonjza është qasja me botën e futbollit, me sportin, pra është training tamam skills, por edhe një mini championship e sport. Pse për ka të nxitur pak pasionin, dëshirën. Absolutisht. Duhet ecim me kohën, sot fëmijët edhe neve mbase kur ishim mbase në një bilancim ndryshe, edhe neve kemi qenë indoor me miqt, me miqt e mikeshat ku ishim e-sport, por po themi që ka një lloj qasje i cili shkon çik më përtej fushës së sportit, e kujdo sporti. Pra indoor. Prandaj kemi qef që nuk mund të mos ecim me atë që po vjen dhe që ka ardhur, edhe që është shumë e mirë, pse jo. Por edhe mos harrojmë të prekim barin, pra të heqim pucën. Kontakti me natyrën, po. Edhe të lozim, domethënë të bëjmë gjëra që janë të bashkëta. Ai shërimi që vjen prej asaj. Do të kthehemi pas pak sepse kemi edhe 2-3 elemente të tjerë që nuk I kemi prekur për festivalin, po deri tani besoj dhe shpresoj që kemi dhënë disa indicie të bukura. Go Chemical Brothers. Ajo çfarë unë di me siguri përgjatë këtyre viteve jetë në lidhje me moralin edhe detyrimin, ja atribuoj futbollit, thot Albert Camus. Edhe më pëlqen shumë kjo sepse Kick Beat Fest e ka zgjedhur si një frazë që shoqëron le të themi filozofinë e vet. Jam me Erion Nuri në studio, po flasim për Kick Beat. Edhe unë doja që ta nisja me këtë. Kur e lexova këtë frazën, më bëri shumë përshtypje, thash çfarë lidhje ka Albert Camus me futbollin, pse ja pra pasionet janë të bukura në jetë. E vërtet. Pse zgjodhët të frazën veçanërisht? E zgjodhëm sepse intelekti I personit edhe ajo çfarë I ka dhënë memorisë kolektive, që për mua është diçka fluide e vazhdueshme, është diçka, është një energji që ka qenë, është divulguar në momentin që Albert Camus e ka nxjerr, edhe në vazhdon na mbështjell akoma sot. Nga kjo mendje e ndritur, siç e the edhe ti, nuk mund të mungojnë pasionet, dëshirat, stilet e jetës. Mësuam që pas ka pasur një pasion. Sporti këtu e thotë, pas ka qenë fan si futbollit. Nuk di ta them I kujt, ose këtu pastaj do futeshim në sport. Jo, nuk e marrim përsipër këtë, sa unë nuk kam informacion te kjo pjesë, kështu mos të gabojmë kot. Folëm pak për sportet me të cilat lidhet Kick Beat-i këtë vit, po edhe me muzikën elektronike, patjetër, ku do shkojmë pa muzikë. Më bëri përshtypje që ka emra të përzgjedhur, po edhe shumë të veçantë. Është Erta, që le të themi është prej mikpritëseve të Kick Beat-it, është Tregu Elektronik dhe njëkohësisht Planet Opal. Tani, të them të vërtetën, janë emra që edhe nëse si kemi hasur, apo dikush që ka kureshte për të ardhur te Kick Beat, do kënaqet, sepse në Shqipëri është pak e rrallë të lëvrosh në tregun elektronik.
E vërtet. Ne kemi një dëshirë të madhe, e cila është duke parë një çik çfarë ofrohet sot në Tiranë, që jemi shumë të kënaqur sepse është gjithmonë në rritje, ka gjithmonë një ofertë që po bëhet goxha domethënse goxha maratonse. Por shohim që ka ka nevojë, ka një kërkesë për muzikë elektronike e cila luhet live, luhet aty. Neve po e startojmë ertën sepse erta për neve është fillimi edhe është densi, është të duash të kërcesh, të duash të fillosh të marrësh ritmin, edhe është një fillim i bukur, një fillim i mirë, por direkt në stage do jenë Planet Opal. Planet Opal është kjo që po ju thoja, është performance live, kanë gjithë instrumentet e tyre, të cilët fillojnë e krijojnë muzikën aty dhe me anë sintetizatorit. Ja, një dyshe që kanë luajtur në skena ndërkombëtare, duhet të thënë, New Yorku, po jo vetëm. Po janë dy djem italian nga zona e Lombardis, Milano, Bergamo, edhe cilët janë shumë të apasionuar edhe janë muzikantë të shkëlqyer, kanë bërë 2 albume që tani. Një pyetje, muzika do shoqëroj kickbeatin gjatë gjithë ditës përveç aktiviteteve tjera? Absolutisht. Edhe në momentin që fëmijët do jenë në skenë, se aty do jenë fëmijët në skenë paradite, do kemi një DJ i cili do lozi, do luajë muzikë live gjithkohë. Pra muzikë nga 12-a e drekës kur nis deri në 24 kur mbyllet, po. Tani ti e përmend pak të elektron edhe faktin që skena ka nevojë tjera. Keni hasur vështirësi pavarësisht mbështetjes, e citove në kryet herës, po iniciativat të tilla nuk janë edhe fort të lehta për tu ndërmarr, po edhe për tu finalizuar. Si ka qenë rruga derisa erdhëm këtu? Ka qenë shumë e bukur. Po e them kështu për të maskuar pak çfarë na sjell mbrapa qyteti ose vendi që jetojmë. Ka vështirësi që nuk janë të pakalueshme, por ka ne kemi një formë, unë e shoh në gjithë mesdheun, po neve kemi të akcentuar, kemi një formë kaotike shumë të bukur të bërit gjërave, por që në fund ditës ja dalim, i bëjmë. Ka vështirësi të mëdha, por në fund të fundit më duhet të falenderoj edhe personalisht që i bëni, sepse nëse nuk ndërmerret një rrezik i caktuar, nuk ndodh asgjë. Kështu që faleminderit që e bëni këtë gjë, përtej vështirësive, se në fund na bëni të kuptojmë që jo vetëm pasioni çon gjërat përpara, po edhe këmbgulja. Po, duhet ta përmendim tregun elektronik, se sikur e lam kështu, nuk e harruam, po. Jo, e kuptova. Do japim kohën e vet. Por nëse Planet Opal, domethënë kanë një post disco, janë çik post punk, electronic revival, elektronik, pastaj shkojnë akoma më përtej, shkojnë tek ato, është për mua është një forcë eksperimentale që po afirmohet avash territor. Janë Gen Z, dhe ne edhe për këtë i adhurojmë, janë shumë dinamik. E the vetë që ne jemi me frymën e kohës, kështu që normal. Ku është kickbeatin pas 5 vitesh, po them? Se sigurisht që do vazhdoj, ka një vazhdimsi. E shoh që ky network, kjo platform e kësaj bote underground, e lidhur pra me muzikën e pavarur, po themi, të ketë një heon më të madhe. E shohim në Tiranë, e shohim dhe përtej Tiranës. E shohim me emra shumë lokal dhe jo vetëm me tendencën e emrave që vijnë nga jashtë, por edhe me dëshira është që nga një botë cilësore underground, por direkt që të pëlqen, direkt që të tërheq, të ketë një eon edhe të ketë një forcë e cila ecën me të, domethënë, edhe na pasionon rrugës. Një merak të fundit ke për të përmendur diçka që mendon se duhet ta sjellim patjetër vëmendje? E vetmja gjë, hajdini, kush do ketë dëshirë. Po, dhe me që jemi këtu, për ata që nuk e din akoma ora, vendi, data që është nesër sigurisht, edhe ku ti marrin biletat? Po, tek Sfer ose te faqja në Instagramit do ishte më thjesht. Po, në Instagram ka një faqe Kickbeat Fest, klikoni se e gjeni kollaj. Posterat e Kickbeatit janë lehtësisht të identifikueshëm, kështu që nuk i ngatroni, besoj. Jo. Pra, është Instagrami, ne kemi në bazë tani Planet Opal që po dëgjojmë bashk. Edhe ku the tjetër janë biletat? Në Insta dhe në faqen tonë të website kickbeat.com. Në rregull. Ju uroj shumë suksese. Pa që një rrugë të gjatë përpara me kickbeatin, edhe shumë të suksesshme. Do vi me vrap, patjetër, do kënaqem, do bëjmë
qefin e rastit, edhe do bashkojmë pasionet, dëshirat edhe sigurisht ato që tham, ndërgjegjësimin që kanë filozofinë e vet edhe kickbeati. Kështu që shihemi nesër atje nga 12 në 12. Faleminderit për ftesën, faleminderit Club FM, faleminderit ty. Ju mirpresim nesër. Shihemi nesër, faleminderit shumë Erion. Shkojmë tek muzika, kthehemi pas pak në Club FM.